Mirëmbrëma, përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi në emisionin Intervista e javës. Ku në kuadër të emisionit të sonshëm Intervista e javës, musafir në studion tonë kemi zotëriun Xhavet Drenorin, njërin ndër këshilltarët komunal më të zëshëm në kuvendin e komunës së Drenasit, i cili katin e parë të ndërtesës së komunës gjinden shërbimet e gjendjes civile dhe shërbimet tjera komunale. Këtu qytetarët pajisen fillimisht me numrat serik, ku sipas numrit me radhë ju ofrohen shërbimet komunale. Sektori i gjendjes civile, punëtorët e këtij sektori kryenin punën me përpikmeri. Shefi i këtij sektori, Sedi Demaku, rreth shërbimeve që kryen ky sektor e posaçërisht shërbimin online, thot: Zoti Demaku, jeni në objektin e ri të komunës së Drenasit. Tani keni një infrastrukturë ndryshe nga komunat që keni qenë nga komuna vjetër. Po, jemi në objektin e ri, ndërtesën e re të objektit komunës Drenas, është transferuar shërbimi komplet i gjendjes civile në këtë objekt, është transferuar në një hapësirë mjaft të përshtatshme për punë, me kushte vërtet të shkëlqyeshme edhe për punëtor, por edhe për qytetar. Është një teknologji e re, qytetarët tani më nuk bëjnë. Shikues të nderuar, ndërsa materialin e përgatitur nga investimi që Komisioni Evropian bëri në ndërtimin e ndërtesës së re të komunës së Drenasit dhe organizimin më të ri të administratës komunale. Ju dëshirojmë që të kaloni qaste sa më të mira në vazhdim të programeve tona. Janë mbajt manifestimi tashmë tradicional kulturor Sofra Poetike Ymer Elshani 2017. Fillimisht këtë manifestim e përshëndeti shefi i kabinetit të kryetarit Lladrovci, Gani Sylaj. Të nderuar pjesëmarrës, sot në ka bashkuar manifestimi tradicional Sofra Poetike Ymer Elshani. Ndihemi lumtur që sot gjendemi në mesin tuaj, në mesin e ju krijuesve, që krahas pasqyrimit të botës materiale, arrini të pasqyroni edhe botën shpirtërore të njerëzve. Kjo sofrë poetike që kishte në gjirin e saj shkrimtarin, poetin, advetarin Ymer Elshani, nipën e shkrimtarit të madh